Problemi është se shumica e supermarketeve nuk kanë aftësinë të ardhur të larta. Ata thjesht hidhen me kokë në diçka që ata mendojnë se është biznesi I shkallëzueshëm dhe fusin të gjitha kursimet e jetës aty. Këtë e shikoj shpesh në rrethin e këtyre tregtarëve. Unë nuk di asgjë për biznesin, më erdhi kjo ideja fantastike, kam hipotekuar shtëpinë, kam futur gjithçka që kam marrë borxh nga familja dhe nga miqt, dhe tani kanë një restorant luksos, po që nuk shkel njeri. Eri, ku gjetë ca investitor. Çfarë ndodh në biznes? E njëjta gjë që ka ndodhur edhe në karrierën time gjatë gjithë këtyre viteve. A ka ulje biznesi? Ka. Po cash flow ndryshon? Yes. Disa vite tjetër shumë të mirë, disa jo. Po shumë herët, që në të 30-ave unë kuptova këtë gjë. Kam bërë investime, biznese të reja pa lidhje fare. Bullshit. Kam 30 biznese që unë I thoja është profit center I mirë. Komplet bullshit. Sepse vetëm hanin kohën, vdikjen e energjit, lekët, totalisht të ura. Mendoja se dija internet marketing, por realitetin më mësoj totalisht ndryshe. I humba të gjitha. Por ja çfarë ishte ndryshe. Aftësitë e mia me të ardhurat të larta ishin të qëndrueshme çdo vit. Ato ishin baza ime. Pra, edhe kur humbisja para në investime biznesi, e dija gjithmonë kush po më sipte para. Vetja ime. Tani po ta tregoj me një grafik. Tani biznesi dihet si është vit pas viti, biznesi, cash flow. Ama, unë kuptova këtë gjë, që edhe këtë biznesi im, po luhaste, disa vite mirë, disa vite keq, unë kisha diçka që aftësitë e mia po rriteshin. Pra, biznesi po përsonte ato uljet e ngritje, kurse aftësitë e mia vetëm rriteshin. Dhe I kisha aftësi të qëndrueshme. Prandaj nuk I kam ndalur kur zhvillimin e aftësive të mia me të ardhurat të larta. Pra, ai kam sill edhe ndërsa ndërtoja biznesin tim të shkallëzueshëm. Për shembull, kur dal në skenë për të bërë një fjalim, një gjë unë marr 1000 euro. Nuk ka asgjë të keqe. Kur bëj një kontratë konsulence marr 25000 euro. Nuk ka asgjë të keqe, marr para. E di që po shkëmbej kohën për para, është në rregull, sepse po ndërtoj trekëndçin e pasurisë time. Kur njerëzit më pyesin çfarë biznesi duhet të filloj, përgjigjja ime është asnjë. Gjëja e parë që ti duhet bësh është të ndërtosh aftësitë me të ardhurat të larta. Tani le të themi që ke aftësinë me të ardhurat të larta dhe po fiton 100.000 euro në vit. Ja çfarë kam mësuar ndër vite. Më pak se 6% e popullsisë fiton mbi 100.000 euro në vit. Më pak se 1% fiton mbi 325.000 euro në vit. Statistika që mund të mos jenë 100% sakta, por dua të t'jap një demonstrim se sa alarmante janë këto shifra dhe ku është masa më e madhe e popullsisë. Kur dikush kalon kufilin 10.000 euro në muaj, diçka ndryshon tek ai, psikologjikisht. Papritur ai person e kupton që është në një nivel shumë të rrallë të shoqërisë. Është shumë e rrallë të shohësh dikë që fiton 10.000 euro në muaj dhe të bjerë përsëri në 2.000 euro. Rrallë. Fiton 10.000 euro në muaj dhe pastaj bie në 2.000 euro. Pse? Sepse 10.000 euro bëhet ajo zona e tij e rehatisë, zona e komfortit. Edhe ai nuk e kupton dot të fitojë nga 10.000 euro të fitojë 2.000 euro, nuk e kupton dot. Nuk e di saktësisht si funksionon, as nuk më intereson, po e di që kjo funksionon. Dhe nëse të ardhurat bien përkohësisht, ai person do të bëjë çdo gjë të mundshme për t'i kthyer sërish në 10.000 euro. Kur dikush ka një aftësi me të ardhurat të larta, kjo më tregon shumë gjëra për ta. E para, me shumë gjasa është shumë I mirë me njerëzit. Ka etikë të fortë pune, është I aftë në shitje, po krijon vlerë reale në treg. Përndryshe nuk do të ishte duke bërë 10.000 euro në muaj. Dhe kur I ke këto cilësi, kalimi drejt një biznesi të shkallëzueshëm ka shumë më tepër kuptim. Rreziku ulet ndjeshëm.
Ndryshe nga skenari nuk di asgjë për biznesin, e urrej punën time, kam 20 vjet në korporat, do ha biznesin tim, nuk kjo është arsyeja pse njerëzit dështojnë, sepse nuk kanë aftësi me të ardhurat e larta.